Selamu alaikum. Kur ti thua shpesh elhamdulillah, falenderimi takon Allahut, ti hyn lutjen e miliona njerëzve që falen mbar dynjan botën. Qysh ndodh kjo? Në çdo namaz kur ngrihemi nga rukuja, ne themi Semi Allahu limen hamide. Kjo fjalë për fjalë do të thotë Allahu e dëgjon dhe ja pranon lutjen atij që e falenderon atë Allahun. Pra, sa herë që dikush falet në botë dhe thot këtë fjali, ai po lutet që Allahu t'ja pranoj ibadetin, adhurimin, çdo njeriu që po e falenderon atë në atë moment. Pra, nëse ti e shton elhamdulillahin, ti përfiton automatikisht nga lutjet e gjithë namazfalsve të botës dynjas. Me pak fjalë, shto falenderimin ndaj Allahut dhe thuaj elhamdulillah që miliona besimtar të luten për ty